Në tokat pjellore të Myzeqes, puna e fermerëve vijon të ruajë një prej produkteve më tradicionale të zonës, është fasulja e Libofshës, një produkt vendas i njohur për shijen dhe cilësinë e tij. E kultivuar me përkushtim nga fermerët e Libofshës në Fier, fasulja është më shumë se një prodhim bujqësor. Ajo është pjesë e traditës dhe e tryezës shqiptare, një shije që përcillet brez pas brezi. Pas çdo kokre fasuleje qëndron puna e fermerëve, nga përgatitja e tokës dhe mbjellja, deri te kujdesi për bimën dhe mbledhja e prodhimit. Janë duart e arta të fermerëve që e kthejnë pasurinë e tokës së Myzeqes në një produkt që mbërrin në tryezat tona. Fasulja e Libofshës mbetet një nga prodhimet që dëshmon potencialin e bujqësisë vendase dhe vlerën e tokës së kësaj zone. Për fermerët, kultivimi i saj është një traditë që duhet ruajtur, ndërsa për konsumatorët, një produkt vendas që sjell në tryezë shijen autentike të Myzeqes. Nga tokat e Libofshës në tryezat shqiptare, fasulja vijon të mbajë gjallë shijen e traditës, punën e fermerëve dhe pasurinë e tokës.